Wow, Yugi, kjo mbretëria e duelit më duket si një vend shumë i madh. Nuk do t'jetë aq e lehtë që të gjesh gjyshin tënd. E po, diku duhet ta fillojmë. Wow, shikoj kostumet e tyre. Vëmendje gjithë garuesit, ju lutem që të zbrisni në një mënyrë të rregullt. Ej, Tea, po sigur një nga ato rojet e sigurisë ta zbuloj se jemi të dy pa leje. Ne duhet të rrim urdhë dhe të kthehemi me notë, ha? Ne jemi në mes të askundit, more koktull. Nëse ti do të sillesh pak normal, nuk na gjen gjë. Rri mirë, rri urt. I urt si një kastravec. Rri urt pra. Ej, ti! Mos ki kaq frikë, ju djema jeni të ftuarit tanë. Ashtu është. Unë jam mysafiri juaj. Mendoj se sapo më ra një infarkt. Sa mirë që ndej një urt, Tristan. Kjo nuk ishte as pak e dyshim. Shumë mirë, se cili prej nesh erdhi këtu shëndoshë e mirë. Ti nuk do ta kishe marrë kurrë atë të ftohtë, po të mos kishte qenë Weevil-i. Thuaj lëm të mirë Exodia! Letra të mira! Ato ishin letrat e Exodias që mi dha gjyshi im! I marrun! Joey, mos! E që përmend mikun ton të dashur, me sa duket ai sapo është futur në anije dhe do të hap telashe që tani. Sa do doja t'i jepja një mësim të mirë atij. Edhe unë do doja gjithashtu, por tani nuk kemi kohë për Weevil-in. Mirë se erdhët të gjithë garuesit. Ju lutem hipni në përshkallë që të takoni me mikpritsin tuaj. Ajo kështjell duhet të jetë e Pegasusit. Çfarë po presim atëherë? Çfarë është ajo? Hë? Çfarë ke parë, Tea? Mu duk si dekora. Bekora? I shkollës? Hë? Sërish me ato gjërat e ti personale? U fut mojteja. E kam parë 2 herë deri tani, por ai nuk është matje. Ndoshta thjesht po imagjinoj. Eja, ne jemi me mision shpëtimi, e harruat këtë? Wow, shiko, ai është Weevil Underwood, ai është kampioni i rrethit. Dhe ai është vendi 2 Rex Raptor. Kurse ai është Meiko Tsunami, ai zuri vendin e 3. Wow, këta janë të gjithë garuesit më të mirë në botë. Po kampioni i botës, Kaiba, ku është? Se pas ke marrë vesh, ato e mundën. Vërtet e ke, unë kujtoja se Kaiba ishte më i miri. A i ishte, por nuk është më. Yugi është djali që duhet mundur tani. Vëmendje, ju lutem mblidhuni për qark. Mikpritsi juaj i dashur mezi pret që t'u takoj të gjithëve. Sikur 5 minuta vetëm të më lënë me atë tipin. Në duelin e radhës do të luajmë për gjëra shumë më me rëndësi. Shiko, unë kam vërese nëse ke nxitjen e dur, kushdo mund të luaj lojën time. Gjyshi dashur! Unë nuk do t'iki nga ky ishull pa e shpëtuar gjyshin tim, pavarësisht se çfarë ka planifikuar Pegasus për mua. Përshëndetje, garues. Unë jam Maximilian Pegasus. E kam përnder dhe knajsi të madhe që t'ju uroj të gjithë dhe mirë sa ardhje në mbretërinë e dueleve. Ju jeni para meje garuesit më të mëdhenj të botës, por në fund të turneut vetëm njëri do të kurorzohet mbreti i lojrave. Unë ju bëj thirrje të gjithëve të përgatisni me kujdes letrat tuaja të duelit, me krijimtari dhe me dinakëri, sepse ky konkurs do të vërë në provë aftësitë tuaja si kurrë më parë. Për të parë curin tuaj në turne, të gjithëve u është dhënë një dorezë duelit. Gjithashtu ju anë dhënë 2 hyje të çmuar. Këto hyje duhet i mbani me shumë kujdes në çdo lojë që do të bëni. Për të kaluar në nivelin final të garës, për mundësinë e një çmimi $3 milion, duhet të fitoni 10 hyje. 10 hyje që do t'ju fusi në kështjellën time ku do të përballeni me mua në një duel final. Nëse gjyshi im është i fshehur këtu, vë bas se doreza ime e duelit është në atë kështjell. Po me gjitha ato roje rrotull, nuk do të mund të futem dot aty brenda. Duhet të fitojmë aq hyje sa duhet për të futur brenda. Ky do të jetë një turne ndryshe nga çdo turne tjetër që keni përjetuar.
Të gjithë këtë ishull e mbulojnë arena për duel të ndërtuara me përsosmëri dhe sa për t'ju intriguar janë në fuqi dhe rregullat e reja të duelit. Mund t'ju them se cilat janë këto rregullat e reja. Po ku do t'ishte argëtimi atëherë? Do t'i zbuloni ndërsa konkuroni, ndryshe nuk do të zjasni për shumë kohë. Mos harroni luani me guxim, mendoni strategjikisht dhe garoni pa mëshirë. Keni një orë të plot për t'u bërë gati. Garuesit kanë bërritur, Jugi e hëngri karemin dhe lojra do të nisin pas pak. Gjithçka po shkon sipas planit. On duhet ta fitoj rrugën për në atë kështjell. Duhet ta bëj atë patjetër. Jugi, nuk e di nëse mund ta fitoj duelin. Ndoshta do t'ishte më mirë që ta rimerrje yllin tënd. Jo, mbaje vet. Motra jote pret që ti të fitosh paratë e çmimit të turneut për të. Faleminderit, shok. Ti mund t'ja dalësh, por në fillim duhet të qëndrosh larg nga garuesit me përvojë. Po, është thjesht puna që të ecësh më ngadalë. Faleminderit, miq. E po Jugi, mes gjyshit tënd dhe motrës time nuk kemi asnjë vend për gabime. Pikërisht. Pishet zjarret, po fillojnë. Le të fillojmë atëherë. Atëherë, çfarë plani ke, Jugi? E po, jam që jam po rri me Weevillin. Tek e fundit, kemi për të lartë sa hesape. Po shpresoja që ta thoshe këtë. A nuk është ai? Weevil! Weevil! Ta sfidoj në duel! Ej, prit! Nuk më besohet, Weevil jam bathi. Ej, prit pak! Wow, po nga vinë gjithë të fludura. Janë të shpifura. Edhe pse i vogël që nga shumë i shpejt. Ndoshta jeti nga darkë me gjithse i madh. S'do ta kapim dot kur. Nëse i gjithë ishulli është i lirë, ai do të vrapoj gjithë ditën. Çfarë po kurdis Weevilli? Ai ka dashur të bëj duel me mua që kur jemi takuar në varg. Atëherë pse po vrapon ai? Pa prit pak. Çfarë tha ai që parë në varg? Se shpejti të gjithë do të mësojnë se në ishull ka rregulla që kërkojnë më tepër strategji. Duhet të ketë lidhje me rregullat e reja. Prandaj duhet ta zbuloj se çfarë dhe shpejt. Ja ku është. Mirë se erdhe, i tha Merimanga Mizës. Ti erdhe drejtet e gracka ime. Përsëri! Është koha të japësh llogari për atë që bëre. Në rregull, Weevil. Të shohim nëse je i zoti për duel, aq sa për të vrapuar. E pa unë po vrapoja kot, apo të fusja me dinagëri në rrjetën time. Është koha për të bërë duel. Si të duash! Bie tërmet. Çfarë bëre kështu ti? Wow, i gjithë vendi po transformohet. Është gjigande. Wow, nuk janë si duelet në shtëpi. Sa po u fute në një koshere grerzash dhe nuk del dot që këtu tani. Po kjo çfarë është? Këto arena gjigande janë vendosur në për të gjithë ishullin. Unë do t'ju pres në fush. Nuk po më pëlqen fare. Weevilli është si shumë mendje madh. E vura re se ti ke vetëm një yll, Jugi. Atëherë unë do të kem kënaqësinë që të të eliminoj nga ky turne ty. Pasi të heq ty, yjet e tjerë kam të lehtë tim leu. Jo nëse e marruni pari yllin tënd. Çfarë? Kjo do të jetë një ndeshje për çdo gjë ose për asgjë, për të dyne. Ha! Se ti rrezikoj të dy yjet e mi kur ti ke vetëm njërin. Sepse unë kam diçka tjetër që mendoj se ti e do. Të gjitha letrat e mia me përbinça. Pra, do të rrezikosh letrat e gjyshit tënd kështu? Do t'jetë lehtë ju shfaros të gjithëve një herë mirë, pasi të fitoj letrat e tua. Të na shfarosësh? Dy pesimiza të maskarajnë e vogël. Wow, më duket se atje do të nis një duel. Ai është Weevil Underwood. Po tjetri kush është? Ai tipi është Yugi Moto dhe ai ka mundur Kaibën. Dhe unë jam shoku i tij i ngushtë, Joy Whaler. Dhe këta të dy janë shkelsa.
s'ma mori mendja se do të shikoja para finales një ndeshje të Jugit me Weevil-in. Weevil është kampion, askush s'mate dot me të. E po Jugi, publiku i madhrues po më pret mua, prandaj duhet të fillojmë. Duel! Le të shohim si do ta përballosh gjithëparën time vrasëse. Duhet të kalosh të pari në përvarezën time të mamuthit. Ky përbind që i madh do të matet pik për pik me insektin tënë të mërzitshëm. Në sulm! Glerza pickuese, tregoja thumin tënë mamuthit! Në sulm! Jo! Ha, iku që me një bickim, duhet të jetë alergjik. S'po e kuptoj. Të dyja krijesat ishin një lloj të përputhshme. Duhet të kishte qenë e lehtë. A ke filluar të kuptosh tashmë përse të solla deri tek kjo zona e pyllit unë ty? Nëse hedh një sy për qark, atëherë do ta shoh se kjo zonë është një kopje e saktë e mjedisit që na rrethon neve. Një pjesë e djerë dhe një pjesë pyll. Dhe kush banon në pyll thua ti? Insektet. Insektet më të forta dhe më të fuqishme që jetojnë në pyll. Prandaj për sa kohë do të luaj me buburecat e mi në zonën e pyllit, do të kem një pik bonus të terrenit. Mendoj se nuk po dëgjoje kur Pegasusi tha se ky turne do të kishte surpriza të tjera emocionuese të përgatitura për ne. Ndoshta po të ishe i zgjuar ai sa të vinte rregullat e reja sekrete të turneut, ashtu siç bëra unë, do të kishe një bonus në terren në vendin tim. Ai mashtroi, na solli këtu sepse e dinte që do të ishte në avantazh. E po mirë pra, më quaj hilacak. Ju të gjithë jeni të zemëruar sepse nuk i morët vetë rregullat dhe nga që nuk e bët, Jugi i vogël do të shtypet pas pak. Çfarë? Përse po qeshti? Sepse i vi një sy grerzës tënde të fuqishme tani. Çfarë? Po jo, përbindshim. Çfarë i bare përbindshim ti, more? Kjo nuk ka kuptim fare. Insekti imi ishte ngarkuar me një bonus të mirë të terrenit. Por sipas kësaj, krijesa e Jugit arriti të bëhej më e fuqishme. Me sa duket mamuthi im ka një bonus terreni të zonës së tjera ashtu si insektet e tua morën nga pylli. Avantazhi i pikëve të terrenit duhet të ishte vetëm imi. Po vrisja mendjen anije gjatë rrugës për këtu, Weevil. Përse po udhtojmë në një ishull të largët vetëm për të bërë duel? Por sa po e pash të rrjet hologrami, i kuptova të gjitha. Çdo përbindesh ka një lloj terreni ku është më i zoti. Një si lloj avantazhi në terren. Dhe ajo që e bën këtë ishull shumë të veçantë, është se ka çdo lloj fushe të imagjinueshme. Prandaj kur ti na çove me dashje në këtë vend, po shpresoje shumë që të fitoje ndonjë avantazh terreni. Je shumë i zgjuar që i bëre këtë lidhje, more Jugi. Por gjetja një rregulli nuk të mjafton. Ka surpriza të fshehura në çdo gur dhe unë i di të gjitha. Ti mund ta mundësh, Jugi. Mos e lër atë të të friksoj, ai po bën bllop. Vërtet? Le të shohim se si të duket ky blofi. Këmba e Herkulit tim do të gjejmë mënyrën për të futur në lëkurën tënde. Edhe pse e di bonusin e terrenit, është shumë vonë për të zbuluar letrat e mia tani. Mendoj se mundësia më e mirë do të ishte një sulm i kombinuar. Unë do të luaj shejtanin faraon. Dhe tani do të shtoj edhe këtë një brirshin magjik, që magjia e tij të shtoj pikët e mia të sulmit. Duhet të bësh shumë më tepër se kaq. Sulmi i keq i Herkulit. Shejtani faraon, sulmi magjik me rrufe. Sulmi i Jugit se preku fare atë gjë. Diçka i prishi punë. Sulmi i shejtanit tim duhet ta kishte shkatruar buburrecin tënd. Ka ndonjë hile tjetër këtu, Weevil? Jo, Jugi. Unë kujtova se ti e dije se të gjithë përbindçat me bonusin e terrenit ishin po ashtu rezistent ndaj çfarë do sulmi magjik. Dhe me që Herkuli me mundi lehtësisht rrufen tënde, ai ka shumë fuqi që të shkatërrojë faraonin tënd dhe të marrë nga pikët e jetës tënde. Më kuptove tani? Edhe ato buburrecat e Weevil-i do t'jenë vështirë për të mundur për sa kohë që ka bonusin e terrenit.
Po, por kjo është e pamundur që të fiket vetë, më kupton? Ai Weevil është një mashtrues i keq. Është radha jote. Bëje lëvizjen tënde. Ndoshta duhet të përdor përbindësin tim të radhës për të mbrojtur. Po ta vendos letrën time në mbrojtje, përbindësi im do të goditet. Për pikët e jetës time do kursehen. Pra, tani do të dalim në mbrojtje, ha? Shumë i zgjuar. Me që unë nuk isha dot pikët e mbrojtjes së përbindësit tënd, nuk jam aq i sigurt se mund ata. Por dhe përbindësi yt i fort nuk e mund dot insektin tim kryesor. Jo vetëm sepse ai ka një bonus terreni, por nga që unë do ta fuqizoj me një raketë të nivelit të 3 dhe me një motor të fuqishëm të nivelit të 2. Jo, insektet e ti janë aq të fuqishme, sa që mbrojtja ime nuk do të ketë asnjë mundësi. Dhe pasi ato të munden, i vjen radha pikëve të jetës time. Tani, Yugi, për gjithë ato insektet e vogla të pafajshme që ke shtypur, në përkëmbur apo avulluar, është koha e shpagimit! Duhet të mundohesh më tepër se kaq nëse shpreson se do t'i shpëtosh arsenalit të buburrecave të mi me fuqi lazeri. Atëherë do të luaj këtë letër. Pa dyshim një tjetër letër për mbrojtje, dhe unë do të sigurohem që ai të merret vetëm me mbrojtjen. Vazhdo të tërhiqu, Yugi, unë do të të mbaj në mbrojtje tani. Sulmo me çdo përbindësh dhe do të aktivizosh në çast këtë letër gratske. Më duket se Weevil e ka bllokuar keq Yugin. Po, dhe ai as nuk mund të kundërsulmoj dot. Për sa kohë letrat e mia të kursit janë në lojë, ti nuk ke fuqi që të bësh asnjë lëvizje kundër meje. Atëherë, a mendon se kjo do të të bëjë të dridhesh? Ai është shumë i zënë me mburrjet dhe se ka mendjen fare tek lëvizjet e mia. Ndoshta mund të vendos ndonjë gratë stimen. Pranoje tani, Yugi, të kam bllokuar fare. Dhe ndërkohë që nuk je as pak në gjendje të më sulmosh mua, unë mund të sulmoj ty sa herë të dua. Çdo herë që të rriqesh, unë krijoj një përbindës të ri. Vazhdo të tërhiqu, Yugi. Ushtria ime e insekteve vazhdon të bëhet më e madhe. Unë do t'i fshij të gjithë përbindësat e tu me një sulm të vetëm insekti. Ashtu vazhdo, Weevil. Nxirri gjithë përbindësat e tu në fush. Kjo është me saktësi ajo që unë pres. Shikojeni Yugin ton, më duket se ka shumë vetbesim. E di, në duele ai bëhet një njeri krejt ndryshe. E po kujt ja merr të mendja? Kemi arritur tek insekti i fundit përbindësh dhe besoj se e kupton se ç'do të thotë kjo, Yugi. Pas pak do të marrësh fund. Do të shohim se çfarë do të thonë letrat e mia për këtë gjë. Oh, magjistari i zi. Kjo është e përsosur. Nuk është e mundur që Weevil i të rezistojë atij si objektiv. Në rregull, Weevil. Unë do të sulmoj me magjistarin e zi. Mrekulli, pra, do të shkatroj letrën tënde të dashur në fillim. Tani kafsha ime përgatit goditjet e tua me lazer. Sulma! Se? Përse po qesh tani? Weevil, ti e sjej vetmin që mund të nxjerr një letër gratsk. Çfarë? Ti e kishe aq shumë mendjen tek mburrjet, sa që nuk e pate fare se cilat letra nxorra në lojë. Po unë kujtoja se ishin të gjitha letrat me përbindsha. Jo të gjitha. Ndërkohë që ti e ngarkoje terrenin me përbindshat insekt, unë përgatita një surprizë të veçantë. Fuqia e letrës sime gratsk me pasqyrë. Ndalo aty ku je! Shumë vonë, Weevil. Ti e ke kërkuar vetë sulmin e magjistarit tim të zi, dhe forca e pasqyrës do ta kthej drejt tek ti. Mu shkatruan pikët e jetës. Pikërisht. Ashtu të lumë! Ai e shkatroi ushtrin time me insekte të bukura. Si guxon ai? Ti je gënjeshtar dhe mashtrues, Weevil. Por ishte vetbesimi yt i tepërt që më lejoi që të fitoja kundër teje. Insektet e tua morën fund. Pikët e jetës tënde kanë rënë. Dhe sikurse e the vetë më parë, ti i ke përdorur të gjithë përbindshat e tu. Në fakt unë të gënjeva edhe për këta. Tani, Yugi, kam ende në pritje dhe krijesën time më të frikshme. Dhe ky insekti të mërshëm do të të çfaros një herë mirë ty.